serbët kanë refuzu, pra Beogradi, kur nuk po flas për serbët lokal, po Beogradi ka refuzu me ndërtu shtetin multietnik të Kosovës. Dhe gjithmonë ka pas tendencë me pas një shtet të ndarë etnikisht dhe elementet e tjera. Dhe deri në momentin kur nuk e kemi këtë dakordim për ndërtimin politik të shtetit multietnik, ne kemi pas probleme në terren të vazhdueshme, blokada, barikada, kriza dhe elementet tjera. Tash, nëse kalojmë te pjesa e veriut, pra ky problem i cili është problemi politik, problemi i ndërtimit të një strukture cila refuzon shtetin, refuzon qeverisjen e tjerë, është përdor pastaj jo vetëm prej politikës, po është përdor për krimit të organizuar si një hapësirë shumë e lehtë për me mujt me thjesht me keqpërdor, mu korruptu dhe me fitu miliona euro në llogaritë nga strukturat të caktuara, po. Strukturat kriminale, pastaj strukturat e krimit të organizuar ballkanike e kanë përdorur zonën fillimisht si zonë të lirë për me mujt me zhvillu cilin do aktivitet, si zonë të lirë për me mujt me u korruptu dhe me mujt me përdor mjetet e buxheteve të ndryshme, pra të buxhetit të Kosovës, mjetet e buxheteve ndërkombëtare, po dhe mjetet e buxhetit të Serbisë për mi keqpërdor këto sisteme. Dhe kujt i shërbejnë këto kriza? Gjithmonë në këto kriza dikush bëhet milioner. Gjithmonë në këto kriza dikush përfiton, ndërsa në anën tjetër qytetarët vujnë pasojat të cilat i kanë realisht për shkak të këtyre krizave. Dhe kjo vrehet në secilën vizitë që ju keni me mujt me bënë në zonën veriore të Kosovës. Pra, keni parasysh qytetarët në Prishtinë mendojnë që në Leposaviç çmimet janë më të lira se sa në Prishtinë. Po keni parasysh në kohën kur ne kemi punu, kur e kemi hulumtu kontrabandën, çmimet e produkteve esenciale kanë qenë më të shtrejta. Po e dhoni ilustrim, një akumulator i veturës në Leposaviç ka kushtu dikon 10 euro më shtrejt se sa një akumulator në Mitrovicën e Jugut. Dhe pse ka kushtu ajo? Sepse qytetarët serbë të cilët kanë jetuar në 4 komunat në veri të Kosovës kanë pas makina të strukturave paralele të cilat janë quajt, dhe ata nuk kanë mujt me u qas në tregun e lirë. Dhe si rrjedhoi, aja ka pas vetëm një dyqan ku ka mujt me ble akumulatorin dhe ai pronari dyqaneve gjithmonë e ka rrit çmimin më tepër se në Mitrovicë të Jugut. Dhe serbët e cilët kanë jetuar në pjesën veriore, për disa produkte është dashur me kalu një jug për mi ble ma lirë për me mujt mu furnizu.